Këtë të premte, pika kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë shndruan një vend simbolik për mirë shqiptar. Qindra ish luftar të ushtrisë shërbimtare të Kosovës të veshur me uniforma ushtarake dhe me emblemën e UÇK-s u pritën në përshëndetje solemne ushtarake. Drejtuesi i policisë kufitare nga të dyja shtetet u dekoruan nga veteranët gjatë kalimit të tyre, një simbol respekti për kontributin dhe sakrificën e tyre gjatë luftës. Përveç ish luftëtarëve në rrugën drejt Tiranës morën pjesë edhe veteranë të tjerë me motocikleta si dhe mijëra qytetarë të Kosovës që udhëtuan me autobus nga qytete të ndryshme. Të gjithë mbartin një mesazh të qartë, liri për çlirimtarët, duke treguar mbështetje për ish presidentin Hashim Thaçi, ish kryekuvendarin Kadri Veseli e Jakub Krasniqi dhe ish deputetin Recep Selimi, të cilët ndodhen në paraburgim tashmë 5 vjet për akuzat e lidhura me krime lufte. Në mesin e qytetarëve ishte edhe Presheva, ndërsa gjatë ditës presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kaloi kufirin në Vërmicë dhe më vonë udhtoi drejt Tiranës për çështje private. Flamujt kombëtar dhe ato të UÇK-s e bën atmosferën më të zjarrt, duke treguar vendosshmërinë e qytetarëve për të kërkuar drejtësi dhe respektimin e të drejtave të ish krerëve të luftës. Tirana këtë të premte pritet të shndrohet një qendër simbolike për shqiptarët që mbajnë gjatë thirrjen për drejtësi dhe nderimin e sakrificës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës.